Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Gruaja zbulon sekretin, ja si shpëtova nga mëlçia vetëm me këto ushqime. Mëlçia është një organ aq i rëndësishëm për shëndetin ton sa nuk mund të përshkruhet, sepse ndonjëherë duket sikur ajo i ka flerët e pushtetit të organizmit. Mëlçia kryen një sër detyrash dhe funksionesh, duke nisur që nga prodhimi i proteinave, kolesteroli dhe njëkohësisht ruajtjes së vitaminave, mineraleve dhe karbohidrateve. Ajo shpërbën toksinat të cilat shoqërojnë alkoolin, ilaçet apo nën produktet natyrale të metabolizmit. Mbajtja në formë e mëlçisë është teje e rëndësishme për shëndetin. Ky artikull do t'ju rendisë ushqimet më të mira që sigurojnë shëndetin e mëlçisë tuaj. Çaji konsiderohet tepër i dobishëm për shëndetin, por studimet kanë treguar se ai është plot vlera, veçanërisht për mëlçin. Një studim zbuloi gjithashtu se pirja e 5 deri në 10 filxhaneve me çaj mali në ditë arrinte që të përmirësonte treguesit e shëndetit të mëlçisë në gjak. Boronicat përmbajnë antokjanin, antioksidant që u japin këtyre frutave të pyllit ngjyrat e tyre të veçanta. Këto antioksidant ofrojnë shumë vlera të rëndësishme shëndetësore. Konsumimi i këtyre frutave për 3 deri në 4 javë e mbron mëlçin nga dëmtimet. Për më tepër, boronicat rrisin ndërveprimin e qelizave imunitare dhe enzimave antioksiduese. Rushi, veçanërisht ai me ngjyrë të kuqe ose vjollcë, përmban një sër substancash mirëbërëse siç është resveratroli, që ka një larmi vlerash për shëndetin e njeriut. Shumë studime kanë treguar se rushi dhe lëngu i tij e ndihmojnë mëlçin. Lëngu i panxharit. Sipas të dhënave, lëngu i panxharit është një burim nitrati dhe antioksidantësh dhe gjithashtu përmbajnë emrin betalajn që mundet të përmirësojë shëndetin kardiovaskular dhe të paktësojë dëmin oksidues dhe inflamacionin. Është arsyeshme të mendohet që ngrënia e panxharit në vetvete ka të njëjtat efekte shëndetësore. Lëngun e panxharit mundet që ta përgatisni vetë në shtëpi. Perimet si për shembull lakra e vogël, brokoli ose barishtet janë të njohura për përmbajtjen e lartë të fibrës dhe shijen karakteristike. Ato kanë substanca bimore mjaft të rëndësishme. Ekstraktet e lakrës së vogël dhe brokolit rrisin nivelin e enzimave detoksifikuese dhe gjithashtu ato mbrojnë mëlçin tuaj nga dëmtimet. Arrorët janë të pasur gjithashtu me yndyrra, substanca bimore dhe ushqyes, duke përfshirë këtu vitaminën E, një antioksidant tepër i fuqishëm. Kjo larmi përbërësish i jep organizmit tuaj, veçanërisht të zemrës dhe mëlçisë, shëndet të mirë. Peshqit kanë një nivel të lartë yndyre dhe janë të mira për mëlçin. Studimet kanë treguar se ato ndihmojnë në parandalimin e akumulimit të yndyrave të rrezikshme, ruajnë gjithashtu nivelin e enzimave, luftojnë inflamacionin dhe gjithashtu përmirësojnë edhe rezistencën ndaj insulinës. Vaji i ullirit. Vaji i ullirit konsiderohet tepër i shëndetshëm sepse ka vlera shumë të rëndësishme dhe një ndikim të jashtëzakonshëm në shëndetin e zemrës dhe gjithashtu të metabolizmit. Akumulimi i yndyrave në mëlçi është faza e parë e sëmundjes së saj. Ndaj ndikimi i vajit të ullirit në shëndetin e mëlçisë, por edhe aspekteve të tjera të shëndetit, e bën atë tepër të rëndësishëm për një ushqyerje sa më të shëndetshme. Mëlçia, siç e përmendëm edhe më parë, është një nga organet më të mëdha në organizëm. Ajo ndihmon në eliminimin e mbetjeve të ndryshme nga organizmi dhe gjithashtu përpunimin e ushqyesve dhe të medikamenteve.
Konsumimi i tepërt i alkoolit dhe gjithashtu i ushqimeve jo të shëndetshme mundet që të shkaktojë një barrë të rëndë në mëlçi. Her pas here, njeriu duhet që të kryej disa kura natyrale për pastrimin e saj. Në këtë video ju do të mësoni se si të shfrytëzoni disa pije të caktuara të cilat ju mundet që t'i pini në mbrëmje për të pastruar mëlçin nga toksinat. Këto pije ju ndihmojnë edhe të digjni yndyrrat dhe gjithashtu depozita dhjamore. Këto janë pijet më të mira për pastrimin e mëlçisë. Në mjekësinë popullore besohet se mëlçia funksionon më mirë nga ora 1 deri në 3 të mëngjesit kur trupi juaj pushon. Çaji i kamomilit. Ky çaj përmban shumë antioksidant dhe ka aftësi qetësuese. Ai përmirëson cilësinë e gjumit, zbut nervat dhe largon stresin. Nga ana tjetër, duhet të dini se çaji i kamomilit dhe antioksidantët e tij luftojnë inflamacionin që i kanoset organeve dhe i pastrojnë ato nga toksinat. Çaji i kamomilit i ëmbëlsuar gjithashtu me pak mjalt duhet pirë për çdo mbrëmje për 2 javë me radhë. Ujë ngrohtë me limon. Kjo pije mundet të pihet në mëngjes por edhe në mbrëmje. Nëse ju zgjidhni që ta pini në mbrëmje kjo pije, do t'ju ndihmojë të pastroni mëlçin dhe të eliminoni toksinat dhe mbetjet e ndryshme ushqimore. Ekspertët thonë që gjysmore para gjumit ju duhet të pini 200 ml ujë të ngrohtë të përzier me lëngun e 1 limoni. Kura duhet konsumuar gjithashtu për 21 ditë me radhë. Çaji xhenxhefili me limon. Xhenxhefili me limon janë të mrekullueshëm jo vetëm për rënien nga pesha, por edhe për përmirësimin e shëndetit. Ato ofrojnë shumë vitaminë C dhe antioksidant të cilët të luftojnë shumë sëmundje. Xhenxhefili dhe limoni luftojnë gjithashtu inflamacionin dhe eliminojnë gjithashtu toksinat nga mëlçia. Çaji i xhenxhefilit dhe limonit duhet pirë 3 herë në javë. Për këtë çaj ju nevojiten 250 ml ujë, një fet xhenxhefili dhe lëngu i 1 gjysmë limoni. Çaji i nenegjikut. Ky çaj është i shkëlqyer për stomakun dhe ndihmon tretjen. Vajrat esencial të nenegjikut eliminojnë toksinat në mëlçi dhe në zorrën e trash. Për këtë çaj ju nevojiten 2 lugë gjelle me nenegjik dhe 250 ml ujë. Këtë kur duhet që ta konsumoni shpesh jo vetëm për pastrimin e mëlçisë, por edhe për qetësim. Lëng me rrushë të thatë. Si të përgatisni ujin për detoksifikimin me rrushë të thatë? Për një gotë rrushë të larë mirë përdorni 3 gota ujë. I trazojmë dhe i zim për disa minuta, sa të ngrohet uji pa vluar. Zjerja është e rëndësishme në mënyrë që rrushi i thatë të lëshojë substanca tepër të rëndësishme në ujë dhe pija të bëhet e ftohtë. E pini brenda 24 orëve, por rekomandohet që gotën e parë ju ta pini në mëngjes me stomakun bosh. Rrushin e mbetur nga pija mund ta hani ose ta përdorni për të përgatitur ëmbëlsira, byrek dhe pjata të tjera. Frutat e thata mund të jenë të shkëlqyera për metabolizmin dhe gjithashtu humbjen e peshës, por duhet që t'i merrni me mas sepse përmbajnë shumë fruktozë dhe glukozë. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkaktojnë alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit!